Unë kam qenë 24 vjeçë kur jam njohur me Shefqeti. Shefqeti ka qenë diku ke 38 vjeç. Dua të bëj një gocë, më thoshte mua, dhe unë besova me të drejtën se nuk e dija që ka familje. Partneri im, domethënë, ka qenë i martuar dhe unë nuk e kam ditur. Do bëj një fëmijë apo nuk dua të mprekësh në pjesë familjes. Kur ma tha këtu ngela kështu dhe nuk isha çfarë të bëja se unë e kisha mbrojtur tani. Më thirrë gurave në telefon. Sa ma ke mashtru tha burri tha me 2 mirës. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do sjell një histori të një 29 vjeçare, ajo është nëna e 2 fëmijëve, quhet Olta Myrto dhe ka për të bërë një denoncim dhe të denoncoj babain e fëmijës së saj, më saktë partnerin e saj të dytë, që e la shtatzën e braktisi dhe mbi të gjitha i ka marrë një shumë parash dhe nuk ja kthen më. Por si është historia, çfarë ka ndodhur me këtë 29 vjeçare, unë hap dritaren dhe e ftoj Ola Myrton. Ola, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Më ke telefonuar dhe jemi të dyja së bashku në këtë live sepse ti ke një problem me ish partnerin tënd. Po, patjetër. Çfarë ka ndodhur? Ma trego këtë histori. Partneri im, domethënë, ka qenë i martuar dhe unë nuk e kam ditur. Në momentin që arriti, ai më tha mua që hiqe fëmijën kur vajta unë njëkohësisht 4 muajshme. Në fillim më thoshte mos e hiq. Ai kishte një dëshirë shumë të madhe me mua, se thonte mbaje mos e hiqe, kishte dëshirë shumë të madhe. Pastaj mbrapa u bë pishman dhe më thonte që hiqe. Ndërsa unë për kaq sa e kam si djalin jetë, po bëj 2 vjeç, ai asnjëherë nuk është bërë gjallë për fëmijën e vet akoma. Atëre, dashur Ola, ish partneri juaj, domethënë babai i fëmijës, si quhet? Shefqet Kude. Shefqet. A më lejon të pyes si e njohur me Shefqet Kuden? Patjetër. Si e njohur dhe para sa kohësh? Unë kam qenë 24 vjeçë kur jam njohur me Shefqeti. Shefqeti ka qenë diku ke 38 vjeç, 39 vjeç, një diçka e tillë. Dhe unë punoja me një kafe atje në Prizren, domethënë unë ndohesha punohesha me ndihmu familjen time. Ngjarja është zhvilluar në Prizren të Kosovës. Po. Ju sa vjeç ishit kur ikët në Prizren? Unë kam qenë 24 vjeçë. 24 vjeçë. Ti u largove drejt Prizrenit për çfarë? Për të punuar? Për të punuar dhe familja ime si sa kam tregu, domethënë me kuptimin e llavi që kam njerëz, nuk e kam babën tim, po dhe ai do të më thon faleminderit se më kanë ndihmuar dhe po më ndihmojnë. Se unë mos kem këto, unë jam në mes të rrugës. Ti një vajzë e re u nise drejt Prizrenit për të punuar dhe aty je njohur me Shefqetin. Si u njohë me të? Po sepse vinte për natë aty te lokali im, domethënë duke pirë, aty u njoftëm, aty u lidhëm, pastaj kur u lidhëm, domethënë ai kishte dëshirë, dua të bëj një gocë, më thoshte mua, dhe unë besova me të drejtën se tani mjafton mosha që kishte më i madh se unë, nuk e dija që do ma bënte kështu dhe nuk e dija që ka familje. Sa vite diferencë keni pasur me njëri tjetrin? Kemi goxha sa ai sot është 41 vjeç, unë jam 29 vjeçë. Por ai ka qenë i martuar dhe ka pasur familje. Po, ka 3 fëmijë, ka gocën e madhe, nuk e di 18-19 vjeç, nuk e di një diçka e tillë. Por ti pas sa kohë zbulove që ai kishte një tjetër grua? Unë isha 6 muaj shtatzane kur ai më tha hiqe fëmijën. Në fillim kur i thoshte unë do e hiq, më thoshte mos e hiq. Kur vajta unë 6 muaj, 4 muaj që vazhdoi fëmia duke lëviz, ai më nguli me zor, ja hiqe ja s'ka. Tani unë nuk do vdisja për vetë se fëmia u formu. E dashur Ola, ti Po zemra. Pasi u lidhe me këtë zotëri, me emrin Shefqet, pas sa kohësh mbete shtatzan? Po, unë kam det gati një vit e ca, domethënë një vit e pak kështu, kam ngel pa qenë kështu shtatzane, domethënë. Pas një viti e diçka, vazhdoi se Shefqeti viti këtu ke shtëpia im rregullisht. Te kjo shtëpi ku jam sot unë, më thonë gjithmonë mos e lë shtëpi se do të ndihmoj unë për qeran. Pra ai ka ardhur dhe në Shqipëri ka takuar familjen tënde. Patjetër se po, nënën time dhe burin e nënës time, ka takuar gjithë njerëzit familjet e njerëzve të mamit tim, domethënë, krejt njerëzit e mi ka takuar. E dashur Ola, pas një viti e gjys lidhje dhe marrëdhënie që ke pasur me këtë zotëri, ti mbete shtatzan, por gjatë këtij një viti e gjys ti nuk dyshove që ai kishte një familje, kishte grua, kishte fëmijë? Nuk dyshova Odeta se tani edhe ti po të kesh qenë në vendin tim, ai kur vinte këtu nuk jepte relat fare si po fol me dikën nga familja e vet. Edhe biles ai kur ka qenë këtu një natë, donte t'i çonte gruas vet një foto me tepsi mishi dhe i kishte thënë gruas vet kam dalë në malë me shoqni. Ju gjatë kohës që ti jetoj në Prizren,
Nuk i kam rënë dumë, sepse ai rrite me mua, flete në hotel me mua, rrinte me mua, s'e merrte njëri në telefon, nuk e jepte vete që po flet me dikë, domethënë nga familja vet. Nuk e jepte vete fare. Por pas sa kohë zbulove ti që ai kishte familje? Sa shpakeron të gjithë ai erdhi herën e fundit këtu, ka qenë para 6 shkurtit, nuk e di çfarë viti ka qenë, se do garite më me vitet e Parisit, si thoj para 2 vjetësh i bie, se Parisi po bën 2 vjet tani. Aty e kam kuptuar, ka qenë data 6 shkurt ku ngela Shtazan, aty e kam kuptuar që shefqeti bëri dorëheqje, se më tha nuk du të di mota për ty, tha. Pra, edhe mua nuk ka thirrë më në telefon. Kur ti mbete Shtazan, zbulove që ai kishte familje? Po aty se kam qenë në spital, unë shkusha u kontrollusha çdo sekond, do me thënë që isha e smuar me Shtazanin. Edhe ai më thri se ka një kështu sa me thon gjoja as i eci ndjesh, masani më ka detyruar që kam shku me barë te goja, kam qenë 8 muajse që kam shku në Prizren me gjithë mamin tim edhe me burrin e mamit tim. Dhe më ishin endur këmbët dhe erdhi aty, do me thënë, më përkote mua nga këmbët duke më marrë si me të mira gjoja, edhe kot, është gjë e kot sa ai nuk erdhi një herë kur isha në spital duke lindur. E dashorola, si e zbulove që ai kishte familje? Mund ma tregosh, ta tha vet, kur ti mbete Shtazan? Unë të besova pas ti dhash lekë që ti më kërkove, po pse nuk më tregon që ke familje? Pastaj mbrapa në fund fare vazhdoi të marr guximin dhe më tha unë kam familje Ola, tha po, ama do bëj një fëmijë po nuk dua të më prekësh në pjesë familjes. Kur ma tha këtu ngela kështu dhe nuk kisha çfarë të bëja se unë e kisha mbrap tani. Por çfarë ndodhi më pas? Domethënë ti zbulove që ai kishte familje dhe ndërkohë ti prisje një fëmijë prej tij. Sepse është e rëndë edhe për familjen e tij, për gruan e tij, për gjithçka. Në mënyrën e shefqetit, sepse më tha mu do të përgjigjem, edhe shtëpinë që ke këtu mos e lezi do të përgjigjem mu. Edhe unë tash s'prengas më pjesë familje, po prita shumë edhe nuk mujta me duru mos, edhe unë nuk kam çfarë bëj tani. Ai di mirë Allahut e mia se çfarë njerëzish kam Ola. Edhe pastaj nuk rritet fëmia vetëm, nuk rritet, unë nuk mund të bëj dot asnjë lloj gjëje vetëm. E dashurola, si u ndave ti me shefqetin? Valla me thënë drejtën, unë e kam parë shefqeti se nga një më hapte telefonin, nga një më bënte blok, edhe kështu ashtu vendosa më mirë. Do bëhem vetvetja thash sepse po mundesha dot me prit gjë nga shefqeti më. Se shefqeti që se ka ardhur fëmia në jetë, deri sot që po bën 2 vjeç, shefqeti sikur paktën një lek më të vogël të ma çonte për fëmijën e vet nuk ma ka çuar. Ala s'ka ardhur mja pa ftyrën djalit vet. E kuptoj qartë, por unë po të pyes për të kuptuar edhe historinë tuaj, këtë histori dashurie që nuk e di, nuk ka funksionuar dhe nuk ishte si të funksiononte kur ai kishte një kuror, ishte i martuar. Ti e zbulove martesën e tij. Unë shkova, më thiri gruaja vet para një 2-3 muajsh, më thiri gruaja vet telefon. Se nuk e di diku e kishte marrë vesh, a diku e ka parë nëpër telefon, a nuk e di. Më thriti gruaja vet, më sa përshëndetje si kalove, mirë tash Andrea tha je ti, jo tash nuk jam Andrea, po kam emrin e djalit madh tash në Facebook. Më tha mu, atë ta quhesh Ola, po thash Ola quhem. Dakor, ta ma ke mashtru tha burri tha me 2.000 euro. Thash dëgjoj, burri më ka mashtru mu se burri jot tash mi ka marrë mu 2.000 euro. Jo unë burrin tat, se për moshën që ka burri jot, i bie ai më ka mashtru mu, jo unë burrin tat i thash. Edhe i thash, ju drejtova se tash dhe unë nevra kam, i thash, unë do ta sjell fëmin tash atje. Për mua tha s'ke shansi ta sjellësh ta fëmin atje, se ç'a bën me shefqetin ti mund bësh ç'a dush më tha mu. Kjo ishte biseda telefonike që ti realizove me partner, me gruan më saktë, me gruan e babait fëmijës tënd. Po, dhe gruaja vet nuk më ofendovi, as nuk më shajta, as unë gjithashtu nuk e ofendova, nuk e shajta. Pastaj pak para se të më merrte gruaja shefqetit, më ka thirr motra vet që ka nga baba vet ai kur ju se unë si e njoh. Më ka thirr në telefon, du të shoh djalin e vllajt tim ti bëj cikletën në telefon, e para of dek talla për ty duke i bërë ledhe. Kjo ishte gjë e kot, mas 2 ditësh ajo më kishte futur blok. Po gjithashtu dhe gruaja shefqetit, sepse i thash unë, mi thoj burrit tat më japi lekët e mia nëse unë do ta lërat. Ta po, mas 2 ditësh i shashim kishte futur dhe ajo blok. Ola, çfarë është kjo historia e lekëve? Historia e lekëve është unë kam pas në momentin që unë punoja në Prizren, kam marrë një shumë lekësh, domethënë nga aksidenti që unë kam pasuar, se ta tregova që kam gjithë to ekra, pak më përpara thash se kam kohë gjithë ekur. Po çfarë aksidenti ke bërë ti? Kam pasur një aksident kur jam dalë nga ish bashkëshorti i parë, domethënë kam pasur më ka përplas makina dhe kam ekra në kam. Dhe ke marrë një dëm shpërblim, po? Po. Po, dhe çfarë ndodhi me këto para? Edhe që të lloj fragmenti që shefqeti domethënë më kërkovi, mua e mori veç që më erdhën disa lekë, domethënë një shumë lekësh nga shteti që i mora, dhe më tha do më japësh tani 2.000 euro, do t'i kthej shumë shpejt. Edhe unë gjithsesi e besova me mënyrën që do më kthej, po ai
nuk më kthej as paktën gjysmat ose diçka më pak sa për fëmijën e vet. E kështu që 2 milioni pa ta rujt Odeta me thënë drejtën për pjesën e lindjes së djalit se e dia që s'do kem një ri. Edhe me ato kam vepruar Ola, ç'a të bëj? Pra ai të ka marrë dhe një shumë parash dhe nuk t'i ka kthyer. Jo, ka thënë do t'i kthej dhe nuk më ka kthej asnjë gjë. E më ka ndërprer gjithë telefonata, nuk më thirr, nuk më ka thirr një herë me pyet për fëmijën e vet. A është gjallë apo ka vdekur? Ola, në momentin që ti mbete shtatzën, sa muaj që ishe shtatzën kur u ndave përfundimisht nga Shefqeti? Unë kam qenë 5-6 muajshte kur jam nda nga Shefqeti, 5-6 muajshte kam Dhe qenë. çfarë ndodhi? Mund të ma tregosh çfarë ndodhi në atë kohë? Domethënë i dhe ti fund kësaj lidhje? I dha shumë fund sepse unë e pa se përgënjente, se po i thosha gjithkohë se unë vizitosha, më thotë doktori duhen kaq lekë me bë analiza, duhet kjo, o Shefqet duhen lekë. Më çovi mua vetëm 40 euro, po unë çfarë mund bëja me 40 euro kur analizat boshi ke amerikani, më tepër se sa duhet, 100 e ca mijë lekë, 200 lekë. E kuptoj, ti u ndave nga Shefqeti dhe erdhe në Shqipëri. U ktheve tek nëna jote. Po, shtatzani kam ngel këtu, se erdhi Shefqeti këtu, nga Kosova. Më sodhi mua nga Kosova Shefqeti këtu, ka jetu këtu pasaj 3-4 ditë ka ne këtu ke shtëpia ime me mua. Po te prindit e tu si u prezantua? Shefqeti u prezantua si kur bashkëtonte me mua. Familja ime dinte që po bashkëtoj me Shefqetin unë. E kuptoj, dhe ti mbetesh shtatzën gjatë kohës që keni qenë në Tiranë. Shefqeti ndeti këtu 4 ditë Odeta, 5 ditë gati pothuajse, dhe mbasa ne dakord, domethënë si çdo çift, domethënë që bën punë të veta, edhe dakord, edhe unë kur iku Shefqeti se e përculla ditën e 4, kur iku në Kosovë në Tiranë telefon. Shefqeti tash unë kam keq Shtatzane. Ky u gëzua, u boi lumtur, tha, "Okej, ta ula për shumë mirë." Dakord, kur vajta pastaj 3-4 muaj që vazhdoi fëmia duke lëvizur, i tha Shefqeti tash është e vërtetë që unë jam Shtatzan. Sa më mirë tha fillim, pastaj kur vajta 4 muaj më thotë mua hiqe. Por kohën që ti mbetesh shtatzën, e dije që ai kishte një familje, kishte një grua? Jo, nuk e disha se kishte një grua, se kam ditë. Ishte me të dëgjuar, por nuk e kisha të vërtetuar me saktësi se ai kishte një familje. Por në momentin që ti kishe dëgjuar fjalë lart e poshtë, ai ka një grua, ka një familje, ti nuk e kishe pyetur asnjëherë? Nuk e disha asnjëherë, nuk e disha asnjëherë. Më mbrapa fare, në fund fare, kur boshin telefonatat e fundit, që më thiri vetë, i thash unë kush je? Jam baba i Parisit, më tha mu, me një biber, më thriti vetë. E ne i thash, çfarë po doni? Thash unë kush je bëri gjallë një herë, për çfarë po më thret? Pastaj më thonte mua, më thriste më shumë dërkave, aty më tregoi vetë, po pres ta grua, tha me dal prej pune, tha. Edhe po pres gruan, Ola tha mund ta fli tani se po del gruaja tha nga puna. Edhe unë gjithkohë si shkoj sa mbas pjesë nga që e doja dhe i thosha, "Okej", thosha unë, "merrem kur dush", duke e besuar. Ai pastaj rinte 2-3 ditë dhe nuk më merrte fare. Më merrte veç kur donte ai. Ola, ti ke qenë vajzë e rritur. Pra, në momentin që ti mësove që ai kishte një tjetër grua, kishte një familje, ti mund të largoheshe. Tani Jo, unë desha largova se unë erdha në vendin tim, prita. unë lash punën, lash çdo gjë, unë erdha në vendin tim, Shefqeti vite këtu në Shqipëri vetë më takonte mua. Se unë ju shkputa Shefqeti derisa më mashtronte. Pra, Unë ndeta ti vetëm nuk undave, ti nuk undave me Shefqetin kur zbulove që ai kishte një tjetër familje dhe mund të shkatërrosh familja e tij. Në momentin që mora veç për pjesën e gruas, unë shkputa dhe erdha në Shqipëri dhe nuk shkova më në Kosovë, se me thënë drejtën edhe pa ta frikë se thash, kush e di në impresion në diçka familja Shefqetit nuk di se ç'bëhet. Edhe prandaj nuk ikëm më. Aman, kur ti erdhe në Shqipëri dhe e dije që ai kishte një familje, ti mbetesh shtatzën. Me vetdije të plotë. E erdhi më mbrapa Shefqeti në gjohë. Kur isha në Kosovë nuk e dija Ola që është ai martuar. Kur ka martu dhe kam ngel Shtatzan, atëherë unë kam vërtetuar se kush është Shefqeti. Ola, ajo që po kuptoj unë nga kjo histori pa të paragjykuar, ti e ndar me Shefqetin sepse ai të mori lekët, të mashtroi, por jo se u ndave se ti mësove që ai kishte një grua. Ti e pranove në herë. Pjesën e gruas më ka treguar më mbrapa, tha mos më prek tham familje, tha, se i folshim telefonata ne, dhe i thash unë, do më detyrosh do të bëj në gjë që nuk e keme ndu në jeri, thash unë, sepse dhe unë nuk kam çfarë të bëj. Më tha mu, bëj çka dush tha dhe ti e di, tha më mirë. Dakor ti thash, atëherë do e zgjedhim. Mos se unë kam familje. Edhe tani kur ti më thua unë kam familje, pse vjen ti atë në shtëpi pra këtu? Pse vjen? Pse ti arrite më bëre mua Shtatzane? Por unë kisha një fëmijë, unë e kisha një fëmijë. Ti pse e hape derën? Ola, ti pse e hape derën? Jo ja hapa derën, por ne kishim lidhje kontakti. Se ishim në lidhje sipër, nuk e pse kishim mbarur bisedën. Ai vinte dhe pse e mora vesh se kishte grua, ai vinte vetë këtu me Odeta. Rinte ke mua, vinte, rinte.
Ola, ai mund të vinte. Kishte grua në shtëpi, kishte një ol në Tiranë, donte një ol në Prishtinë, një ol në Shkup. Ai ashtu donte ta bënte jetën. Unë kisha hallin tim se unë isha me barte goja. Unë kisha çfarë të bëja, dhe ai të dilte me familjen time. I folte, unë do e mbaj olën, do e bëj olën. Ola, ai ty ta ka thënë që mos më cënon në familje. Ti çka kishe menduar? Që do jetoje ashtu, do sillen në jetë një fëmijë dhe jashtë martese dhe atë do ta mbaje të dashur, domethënë si e kishe menduar ti jetën tënde? Jo, nuk është se kisha mendu këtë pjesë, po kur shepqeti kërkoi fëmijë dhe më tha do bëj një fëmijë, po do rish larg pjesës time, më tha mua më mbrapa ku e mori vesh tuqe. E mori vesh jam shtatan e bori dorëqe, edhe mbrapa erdhi prap këtu vet dhe më tha që do rish larg familjes time, për arsye sepse nga që mori vesh jam shtatan dhe kujtoi që do i bëj një dëm. Aty i dogji shefshetit dhe më tha mua do rish larg meje. Dhe i thash, okay, do rish larg te, bëj diçka thash për fëmijën tat, pra thash që edhe unë do të le të qet. Unë vetë në fëmijën tim paktën. Edhe unë mos bezdis ty në familje tate. Se ti di hadhe dhe njerëzi kam, se ke qenë me familje time, e di qa njerëzish kam. Dhe nga ky moment ti i shkëpute kontaktet. Pra, pas tyre debateve dhe konflikteve, pasi u zbulua e vërteta, ju i shkëputot. Të gjitha, sepse kur tani unë shoh ty që ti më gënjen, më mashtron, unë nuk kam që të bëj. Djali që keni sjell në jetë sa ka shkuar? Parisi një vite 9 muaj, edhe një tetori, nga 20 tetori bën 2 vjeç. Në tetor mbush 2 vjeç, që nuk e njeh babain. Fare, ish nuk e njeh babën e vet. Baba vetë e ka pa një herë, me e pa fytyrën se si ku ti ngjam. Në momentin që sollën në jetë Parisin, e njoftove që erdhi fëmia në jetë? Jo, nuk e kam njoftuar se s'kam pas ku me fol me atë. Unë dola nga spitali me bark çam nga operimi dhe s'kisha ku të folja me ta. Ti që në momentin që ke sjell në jetë djali nuk e lidhur asnjëherë me shefqetin? Ja, Ai nuk të ka telefonuar kur për fëmijën? Jo, me thënë drejtën, Odeta, unë kam shkuar njerë kur isha 8 muaj e 7 zane, dhe me shinetu këm, ose normal të bësh gjitha të rrugë me barke goja, me shinetu këm, isha me gjithë nënën time dhe me burin e nënës time, shkova me një lokale atje takova shefqetin, diku aty afër ku kam punu unë te lokale. Po. Erdhi shefqetin, më takovi mamin tim edhe burin e mamit tim, edhe vite më fërkote ka këmë dhe u erdhi njerë ku ime dhe i tha, mos e fërkosa se nuk është nevoja, se kemi parë se sa shumë tha e do olën. E kemi parë, tani nuk ka nevojë tha për ty. Edhe ky vit më fërkote mua nga këmët. Dhe njëherë kam shkuar ola, kam pas djalin 3 musha, 2 mush. Shkova për të taku, erdhi më pa, kishte frikë se mos ja lë djalin atje dhe iku, edhe i dha vetëm 2 euro fëmijës vet. Edhe iku. Pra e pas ka parë djalin, e ka takuar një herë kur ka qenë 3 muaj. Nuk e ka kapur në krah fare, thjesht e ka pas si për karrocës, kështu dhe kaq, i ka hedh 2 euro dhe ka ikur. Ke shkuar ti në Prizren? Jo se ka ardhur ai në Shqipëri. Jo, s'ka shanse. Në Shqipëri s'ka ardhur ala, djali po bën 2 vjeç, ai se ka parë akoma ashtu si duaj. E ka njohur atësinë, ja ka dhënë atësinë djalit? Jo, fare, jo. Si ka dhënë atësi fare. Djali nuk i ka dhënë atësi dhe derisa si ka dhënë atësinë do të thotë edhe deturimin ushqimor apo të kujdeset se ka bërë kurrë në këto një vit e 9 muaj. Asgjë, detaja unë më larg se sot e pata Parisin shumë smur, e pata me temperaturë 40, e kam shumë smur dhe tani për zotin e mora ilaçe ola jote. Bëja mirë se erdhi mami me këtë burin e vet. Bilemi kam këtu te shtëpia, mirë se më erdhën këto se po mos vishin këto, unë nuk di se ku do mbytesha. E qartë, ti jeton e vetme tani me djalin? Unë e vetme me djalin, me shtëpi me qira, ja, nëse do ta kthej kamën ta shikosh edhe shtëpinë, se i kam gjithë gjërat ola me të falur. Edhe lavdi Zoti, shqyqysh e kam të njerëkun, për mu boftare, nuk e di çfarë të them, marruje Zoti se përgjithësi njerëkët janë njerëk, si thotë, por mjafton për mua se e kam shpirt njeriu, shqyqysh Zoti që e kam. Mua më vjen mirë që nëna dhe burri i saj njerëku jot të mbështet, ai të ka rritur, të ka dhuruar dashuri dhe vazhdon edhe kësaj dite që ti je në moshë madhore të kujdeset për ty dhe për djalin tënd. Kështu që bravo. Parisi e ka jetën, për të dish më saktë, Parisi e ka jetën vetë nga gjyshi vet. Vetë nga gjyshi vet e ka jetën sepse Parisin ola dhe mund ta kishte hequr sepse nuk do kisha mundësi ta mbaja, po lavdi Zoti që në mes buri mamit tim që është kaktar që e mbajta. Edhe ai sot po e rrit, ashtu si e tha mbaje, ashtu po e rrit ai. Deri më sot që është bërë 2 vjeç, lavdi Zoti që kam këtë burin e mamit, nuk di çfarë të them më gjatë.
E dashur Ola, më tregove që ke dhe një djalë të madh nga martesa e parë. Po. Sa vjeç e ke? Ai ka i për 12 vjeç. E mban ti? Jo, rike jati, do me thonë shkoj e takoj kur ka mundësi, ma sjellë vjera nga do njerë këtu, kur i bje rruga që vim për Tiranë ma sjellë. Por më shumë ta nga njerë kur ka mundësi, unë shkoj e takoj në trallë, se dhe ato s'kan mundësi. Jeton shumë larg te djali i madh? Jo, jeton në Mirdit djali, nuk jeton dhe aq afër meje, do me thonë. Është në Mirdit. Por çfarë ka ndodhur nga martesa e parë? Në martesa e parë jam ndarë me ish bashkëshorti për pjesë tradhtie. Kam qenë e vogël në atë kohë, nuk është se kam qenë shumë moshë marrore. Sa vjeç je martuar për herë të parë? Me thonë drejtë, jam martuar shumë e vogël. Kur themi Se 16 vjetë kam bërë çunin e madh. 16 vjeç ke bërë djalin. Po. Pra ti je martuar 14 vjeç? Diku e 13, atë 14 i kam bërë ke burri. Ua, 13 vjeç, 14 vjeç që ke mbushur te burri? Po. Të mërshme. Dhe çfarë ndodhi? Si pas ke një jetë që pas ke vuajtur shumë. Bashkëshorti i parë më tradhtoi me komshien e vetë dhe unë gjithsesi isha fëmijë dhe nuk e dija se a di thoja pa në gjë të keqe po rrim bashk. Nuk e dija që ato kishin një lidhje marrëdhënie midis tyre. E kuptova pastaj që më ngula thash që duhet ikti ke mami im. Po ai çfarë moshe kishte babai i fëmijës? Po ai sot mund të jetë me datë 24 korrik, ai mund të bëj 32 a 33 një diçka e tillë, pse 5 vjet ka qenë para meje. 5 vjet, dhe ai i vogël pas ka qenë. Po diku ke 18-19 vjeç ka qenë edhe ai në atë kohë. Kur është martuar me ty. Po sa vite qëndruat bashk? Bashkë kemi 7 vjet, 8 vjet gati, po thoj se. Pra ti e ndarë diku rreth moshës 19 vjeç. Po, po. Po. Dhe shkaku ishte tradhtia. Shkaku i tradhtisë, asnjë gjë tjetër. Edhe pastaj kam pyet vjerrën, domethënë a doni ta mbani ju djalin apo do ta marru? Ajo nga që nuk rrinte dot patër se i ra pjesa me rrit ajo se unë ishte muse ma të shtëpi, edhe e kam lënë me, domethënë me mirë kuptim që ajo ta mbaj. Jo se ma kanë marrë me zor apo ja kam dhënë me zor, domethënë thjesht ka qenë me mirë kuptim çdo gjë. Keni gjetur gjuhën e përbashkët, e kuptoj. Ti e ke lënë djalin tek ish vjera dhe ai qëndron me gjyshën e me babain e tij. I ke marrëdhëniet e mira besoj me djalin. Po, flas me djalin për ditë dhe për natë, flas, jam shumë mirë edhe me ish vjerrën, më respektojnë gjithë, më duan. Ai e di që ka dhe një vëlla tjetër të vogël, Parisin. E për natë flet me Parisin, për natë. Flasin të dy. Por në momentin që ti u divorcove, pësove dhe një aksident dhe jeta jote u bë më e vështirë. Pasova dhe një aksident, o dita se kjo aksidenti nuk e di. Ka marrë shumë goditje, jo vetë pjesa e aksidentit, po dhe shtylla kurizore. Edhe pak me lindjen e Parisit jam bërë dhe pak më debilizuar se sa kam qenë dhe nuk është se kam edhe takat me bëola ndonjë lloj pune, sepse si kam rënë mbrapa as letrave të kempit tim nuk jam me zonja të bie, se s'kam takat. E nuk e di se rregull se ku do hysh e ku do dalë, se nuk kam shkollë me Odeta. Por për pjesën e letrave të kempit, patjetër të ndihmoj dhe unë, të informoj dhe unë për dosjen që duhet të bësh gati, që ta dorëzosh, nëse e përfiton e merr kempin, por ti po tregon që ke probleme. Nuk e përfitoj se Ola së ngrej dot asnjë bidon ujë, unë jam, nuk e di si të me pavarur fare, nuk jam për çështje pune fare, e besoj që nuk jam. Ti nuk punon momentalisht, kujdesesh vetëm për djalin. Vetëm për djalin çfarë bëj? Por për pjesën e qeras, dritave, ujit, ushqimeve. Po përsash, me pjesën e qeras më ndihmon burri mamit, me dritat nga pak kështu aq. Diku, po edhe këto të shkretit po punojnë me kanalet zeza më Odeta, po punojnë në ujtë qelbur, në ujtë pisat, po futet me lopat aty në mes ujtit të qelbur, dhe ai shkreti s'ka mundësi, edhe ai me ekrash, edhe ai ka pasua një aksident burri mamit, po mamin e kam të operu me kokë, edhe ajo është e smuar, pikë vapës punojnë me kanal, kështu, të nxje me lopat klima nga ato të vogla që gjujnë gjuetarët. A shumë me forcat atyre sa kanë, po më ndihmojnë, çfarë të bëj? Se në rrugë tash s'do më lejnë, çfarë të bëj? E qartë, dhe shoqyr që i ke dhe të ndihmojnë. Të lëndoja, Odeta, të lëndoja, faleminderit. E dashurola, i gjithë qëllimi që ti hyre në këtë live me mua është pikërisht problemi që ti ke me partnerin tënd të dytë, Shefqeti, që ka sjellë në jetë djalin Parisin, dhe ai jo vetëm që nuk i jep atësinë, por nuk paguan as para. Nuk e munduar ta kontaktosh dhe ti kërkosh t'i japi atësinë?
Në me datën 28 maj, Ola jote kam qenë, e kam marrë guximin, edhe një herë kam shku me gjithë Parisin pikë vapës. Dhe kam paguar dhe makinë. Kam paguar makinë sepse nuk kisha çfarë bëja, nuk kisha me çfarë shkoja. Kam paguar makinë dhe kam shku në Prizren ke puna e shefqetit për ta takuar shefqetin. Shefqeti gjithë para ditës kishte punu, gjithë mbas ditës kur e mori vesh diku e kishte marrë vesh që Ola jam arritë dhe kam shku në Kosovë, i kam shku ke veni punës. Kam kap një punëtor të shefqetit me gjithë djalin në krah. Edhe e ka thënë, e ka marrë ai punëtori dhe i ka thënë nuk jam në punë sot se kam punë te komuna dhe nuk më ka dalë përballë. Që unë kam desh me vëmendje se unë do t'i bëj diçka se nuk kam mundësi më. Por çfarë ke menduar ti? Se kjo gjë zgjidhet. Po. Në për më saktë, nuk di çfarë të them më tepër. Nëse shefqeti ka nevojë që unë ta le të qetë me familjen e vet, nëse do, se unë të qetë kam lënë me kohë, po që të përgjigjet për fëmijën e vet flas. Nëse do shefqeti o të përgjigjet se tani nuk kam çfarë të bëj, se po vjen dimri dhe unë nuk kam ku të shkoj të përballem më Odeta, nuk kam. Se nuk kam as pjesë gjë. Unë nga shefqeti kërkoj të më kthej lekët e mia dhe të bëj diçka me i fut kokën mrin fëmijës vet. Se nuk është gjithçka me hangur me pi. Nuk është gjithçka me hangur me pi. Se sa me hangur me pi. Ai ka marrë disa para dhe nuk t'i ka kthyer mbi të gjitha. Përpos që nuk të njëjtësin e djalit, e ke denoncuar ndonjëherë në polici në Prizren? Jo, në Prizren nuk e kam denoncuar, po jam drejtuar policisë të Prizrenit para atë ditë me datë 28 maj që kam shku ke policia e Prizrenit me gjithë djalin në krah. Po? Edhe më ka thënë si ka nuk e një mirë. I tha, po çfarë je zonjë? I thash, o shef, dua të vizetoj me ty tash personalisht. Po, tha, i thash tuk tash qëndrojnë gjërat. Këtë denoncim ta duhet ta bësh në Shqipëri se të ka ndodhur fragmenti atje, tha, jo në Prizren. Po të shlidhje ka nga Prizreni, ti po denoncon një shqiptar nga Kosova, dhe po e denoncon në vendin e vet. Jo, ai tha nuk bëj denoncimi këtu, duhet ta bësh ta në Shqipëri, sepse tha ty të ka ndodhur rasti që të kalosh ta xhanë shefqetin në Shqipëri. Kështu tha policia e Prizrenit? Po, shumë o tham, nuk e të drejtë ta këtu fare ta, duhet ta bësh denoncimi ke policia jote. Pastaj kur jam erdhur se atë natë nuk pata po se erdha ti përpos që e kuptoj që ai nuk ka njohur atësin. Pse nuk e denoncove për mashtrim dhe marrje parash? Gjë pa më kupton. Unë domethënë kur u ktheva atë natë nga Prizreni jam kthyer si vonë dhe kur është bërë sa mëngjes nga ora 9:30 jam drejtuar policisë të Kamzës. A, këtu në Shqipëri. Kam kapur bukurën e Kamzës dhe i kam thënë si kalova e mirë. Për çfarë rasti jem tha mu? I thash kam këtë rasti tash me një kosovar. Edhe kam shku në policinë të Prizrenit tash ato më adresuan në policinë e vendit tim tash unë. Dhe kështu kam ngjarjen. Ai shefi oficeri i Kamzës bëri ca letra, unë policia i bëri ca dokumenta. Dhe i tregova që kështu tash më ka mashtru, më ka lënë ta xhanë, ai ka familje tash, nuk më ka treguar asgjë. Dhe kështu që ka arrit puna me mbledhje fëmijë. Po çfarë kërkon tha nga shefqeti? Unë kërkoj tash të njëri atësin djalit dhe të bëj diçka për fëmijën e vet. Nuk është gjithçka e hangura, është diku me shëruar fëmijën e vet me shtëpi me katandise. Tash nuk kam ku të rri. Ose të mbagoj muqëran tash sikur duhet. Dhe nuk është gjithçka me hangur me pi. Unë kam një nënë tash, kam një burrë nënë që ato sot po më ndihmojnë mua tash. E qartë, e kuptoj. Pra ti ke bërë një denoncim dhe besoj që policia e ka çuar në prokurori dhe duhet të nisësh rrugën ligjore. Ashtu më tha policia e Kamzës, çështjen tënde tha kemi në momentin që ti ke denoncuar, ne kemi dresuar në prokurorinë të Tiranës. Shkova atje bidetu, më tha ajo policia atje që Ola, kur të kapin dosjen prokuria tha, do të thrasin vetë tha. Telefon. Shumë mirë, e ke hedhur hapin e parë, ke bërë denoncimin në polici, letrat kanë shkuar në prokurori, patjetër që do të thrasi prokuroria për të nisur tashmë këtë çështje tënde Ola dhe padyshim që duhet bërë një analizë DNA-je. Ti je sigurt që babai i djalit tënd është shefqeti, por rregullat janë që ai duhet bëjë një analizë DNA-je për ta vërtetuar 100%, pastaj është gjykata që vendos të drejtat që do ketë babai dhe të drejtat që do kesh ti për Parisin. Odeta për mua nuk është problem, ai mund të bëj atë kur të doj, po më thënë për Ola nuk t'ja është me leka, po është pa lekë, Ola nuk kam çfarë të them, a kupto. Nëse ai do t'ja bëj, nuk është e arsyeshme fare se ai e di më mirë se sa unë, se sa vjeç është djali dhe sa muç ka qenë, sa muç është. Se nuk më let punë fare. Ai ty nuk ta ka mohuar që është djalim. Jo, nuk e ka mohu sepse ai e di dhe më mirë se Ola se kur ka lindur djali dhe sa vite ka zot djali, e di më mirë se sa unë. Ai nëse do bëja të nënë ta bëj, Ola nuk ka mundësi, nuk kam lek me e bë. E qartë, Ola, ti kësaj marrëdhënie i ke dhënë fund.
Patjetër, unë i kam dhënë fund edhe unë e kam lënë shumë qetë me gruan e vet. Thjesht bëj diçka për fëmijën e vet edhe të më kthej këtë e mia. Kaq. Për mua, inshallah, të mbaroj vetëm familja ime që kam, nëna ime dhe burri nonës time, se këto dy kanë qenë çdo gjë për mua sot. Edhe sot Parisi është një jetë, unë ta thash, çfarë po përpara. Parisi e ka jetën nga burri gjyshes vet, nuk e ka jetën as nga mua, as nga Shefqeti. Thjesht është gjyshi shembull këtë pjesë që është mbajtur Parisi. Nëse Shefqeti do e ndiqte këtë live, dhe jam e sigurt që do njoftohet, do e ndjeki, më vjen keq, do e ndjeki ai, gruaja e tij, gjithë familja e tij, ai pas ka dhe fëmijët e rritur. Unë dua t'i përcjellësh një mesazh. Mesazhi Shefqetit që ka ndaj meje, mos ta harrosh Shefqeti, se Shefqeti e njeh mirë burrin e nonës tim, gjithashtu dhe nonën time, se Shefqeti njeh komplet fisin e nonës time, të gjithë se ka dalë me çunat e tezës tim, me gjithë familjen time përafërsisht. Se unë quhem se jam një bashkëshorte për Shefqetin, ndërsa ka dalë me familjen time, unë i bëj një thirrje Shefqetit vetëm kaq. Ndaj respekti që ka pas për burrin e nonës time, se kishte shumë fjalë të rrepta kur folte, se dhe burri i nonës time nuk është fëmijë tani, është një baba, është një mosh madhore. Po thoj se është edhe baba i Shefqetit për moshën që ka. Dhe Shefqeti duhet kishte vetëm pak respekt. A bashkë ai fëmia Odeta ka shumë shpenzime. Ai po rritet për ditë, ai po smuret. Më lak se sot i bleva ula 58.000 lekë ilaçe. Jo pampersin e do. Të shkuara, djali ka filluar të flasi? Ti? Djali ka filluar të flasi? Djali thret nga pak, i thret burit mami, do babi, thot, mami ti thot, do gjyshe, nona të thirë, mami thret, të vazhdon thret edhe babi, shkreti më pika mu, po babi, kërkusa është. I thret njerë ku të tëndë babi? Po, babi thos nga që ai e mban shumë afër. Da shi më e rritja i 2 vjetë shumë, po. Unë uroj dhe shpresoj që Zoti Shefqet të reagoj dhe të ndërgjersohet. Ai tashmë nga kjo video do e kuptoj që ti e ke denoncuar, do nisësh rrugën ligjore, ke nisur rrugën ligjore, pasi padyshim ai fëmijë ka nevojë për atësi. Uroj të ndërgjersohesh Shefqeti. Është babai i disa fëmijëve në Prizren, por mos harroj se është dhe babai i Parisit këtu në Tiranë, ku jeton ti, dhe ai ka të drejta për atë fëmijë. Të drejta jo vetëm të atakojë dhe të dhurojë dashuri, që është gjëja më e rëndësishme e çdo prindi që do të bëjë për fëmijën, por ka dhe të drejtat nga ana monetare për të investuar që ai fëmijë të rritet. Unë i bëj thirrje vetëm kthej të pak të lekët e mia Odeta, se tani dhe njerëzit e mi nuk kanë çfarë. Ai të ka marrë 2 milion lekë. Ola, ai të ka marrë ty 2.000 euro. Patjetër që ai duhet i kthej ato para, sepse janë paratë aksidentit tënd, janë paratë e trupit tënd, të gjakut tënd. Është e turpshme nëse ai njeri ti ka marrë këto para, të ka mashtruar dhe i ka përdorur paratë e tua. Ato para e ka detyrim t'i kthej, por mos kërko vetëm dua ato lekët e mia, sepse 2.000 euro janë shumë pak për të rritur fëmijën. Dhe ti e di shumë mirë, shpenzimet... Për olën mjaftojnë ato 2.000 euro, do thuhet se tani edhe unë nuk kam mundësi mo që do të bëj, nuk kam mundësi që do të bëj, sepse unë mendoj që kur ato mjaftojnë për që nuk pak me rritur. Ola, nuk më kuptove drejt. Ato 2.000 euro, ai e ka për detyrim t'i kthej ty. Por ai ka dhe detyrime të tjera për djalin, sepse 2.000 euro nuk janë asgjë për ty për të rritur djalin. Ai duhet të të pagoj edhe detyrimin ushqimor çdo muaj për djalin. Gjithsesi ke bërë shumë mirë që ke bërë denoncimin për ta ndjekur në anën ligjore dhe për çdo pengesë që mund të hasësh të duhet avokat, nuk e di çfarë mund të duhet, nëse nuk ke, do më kontaktosh, patjetër do ndihmoj dhe unë, sepse është një histori që realisht më vjen shumë keq. Nuk ka mundësi avokati do ta paguash ola jote, nuk ka. Jo, rije qetë, sepse janë zyrat enkas që janë vendosur nga avokati i popullit, që janë falas për pikërisht për këto shtresa që janë në nevojë, që nuk kanë para për të paguar një avokat, që ti mund të marrësh një avokat dhe ai të ndjeki seancat gjyqësore dhe ti mos paguash, dhe ata paguhen nga shteti. Unë do të informoj hapasapi, prandaj të thash, nëse ke nevojë më telefono për të ndihmuar edhe për këtë pjesë. Ola, uroj të bëhet më e mira, sinqerisht. Për ty, për djalin tënd. Unë uroj që Allah do Zoti ngjon Zoti fjalët e tua, bëj diçka për mua sa më shpejt, Odeta, se dhe Ola nuk kam çfarë të bëj më. Më vjen keq, se nuk po ja dal dot më, nuk po mundem dot, për Zotin nuk po mundem dot më. Më vjen shumë keq dhe uroj që të bëhet më mira, do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj që babai i fëmijës tënd të ndërgjegjësohet.
të marrë guximin të telefonojë dhe t'i bëj gjërat ashtu siç duhet. Ai ka familjen e vet, ti e ke shkputur të marrëdhënie dhe ke bërë shumë mirë. Për mua është shumë i lirë, ka Por punë të tashmë veta, të nuk dyve u beson, lidh Parisi. për fëmijën e vet në çifet. E kuptoj qartë. Mirola, të përshëndes dhe mbetemi në kontakt. Përshëndes, miropafshim. Përshëndes, miropafshim. Miropafshim. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që partneri Ole, zoti Shefqet, ky shqiptar nga Prizreni, ta dëgjoj këtë video, të reagoj dhe të mbaj përgjegjësi për djalin e tij Parisin, i cili është 1 vjeç e 9 muaj, po mbush 2 vjeç dhe nuk e njeh babain e tij. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55698 ose të më shkruani edhe në rrjetet sociale në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe kjo është adresa ime e Facebookut, më gjeni edhe në Instagram. Kjo është faqja ime e Instagramit, si dhe në rrjetet social TikTok. Ndërkohë, këtu lart tek fotoja, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë të kanalit tim në YouTube, ku unë çdo ditë, më saktë çdo paradite, hy live dhe sjell këto histori njerëzore që zëri juaj të dëgjohet. Faleminderit që më ndiqni, jo vetëm që më ndiqni, por një faleminderit edhe që më mbështesni.